Senatori brazilian dhe kandidati potencial për president Flavio Bolsonaro ka zhvilluar një seri takimesh të nivelit të lartë në Washington me figura kyçe të administratës amerikane. Sipas deklaratave të publikuara nga vetë Bolsonaro në rrjetin social X, ai u takua me nën presidentin amerikan JD Vance dhe me sekretarin e shtetit Marco Rubio vetëm një ditë pasi zhvilloi një vizitë në zyrën ovale me presidentin Donald Trump. Takimet vinë në një moment të ndjeshëm politik për senatorin brazilian, i cili po përballet me kritika dhe rënien në sondazhe pas një skandali financiar që shpërtheu këtë muaj. Flavio Bolsonaro pranoi se kishte kërkuar para një bankieri tashmë i arrestuar për financimin e një filmi kushtuar babait të tij, ish presidentit Jair Bolsonaro. Megjithatë, ai ka mohuar çdo shkelje ligjore. Pavarësisht polemikave, sondazhet tregojnë se Bolsonaro mbetet ende në garë të fortë për zgjedhjet presidenciale të tetorit, duke qenë pothuajse në barazim statistik me presidentin aktual Luiz Inácio Lula da Silva në skenarët e raundit të dytë. Sipas senatorit brazilian, gjatë takimeve në SBA janë diskutuar çështjet e sigurisë ndërkombëtare, lufta kundër krimit të organizuar, mineralet e rralla strategjike dhe liria e shprehjes. Në takimin me Donald Trump, Flavio Bolsonaro tha se ka diskutuar edhe për gjendjen shëndetësore të babait të tij, Jair Bolsonaro, i cili ndodhet në arrest shtëpie pasi u dënua me 27 vite burg për përfshirje në një komplot për gru shteti. Vizita e senatorit brazilian në Washington po shihet nga analistët si një përpjekje për të forcuar lidhjet me administratën amerikane dhe për të rikuperuar mbështetjen politike përpara zgjedhjeve vendimtare në Brazil.